Qarku Kukës villon të jetë i përfshirë nga rreshje të dendura shiu me intensitet mesatar deri te lartë, për shkak të kushteve atmosferike në akset rrugore nacionale vazhdojnë të shfaqen problematika të rënjes së gurve, dherave dhe inerteve, duke kërkuar ndërhyrje të vazhdueshme nga ekipet e mirëmbajtjes. Në zonat e larta malore janë regjistruar edhe rreshje dëbore. Disa segmente të rrugëve të fshatrave të thellë malor ndodhen në ndikimin e dëborës dhe ngricave, por aktualisht janë të qarkullueshme normalisht. Sipas parashikimeve, ditët në vijim pritet që rreshtet e dëborës të shtrihen edhe në zonat më të ulta malore. Subjektet kontraktore vjojnë punën në terren pa ndërprerje, duke kryer pastrimin e tombinave dhe eliminimin e problematikave të shkaktuar nga rreshtet si në rrugët nacionale ashtu edhe ato rurale. Të gjitha akset rrugore nacionale dhe rurale mbeten të hapura për qarkullim. Nga bashkitë Kukës Sallë dhe Tropoj nuk raportohet për emergjenca apo situata problematike tek popullata. Sa i përket furnizimit me energji elektrike, gjithë qarku Kukës është i furnizuar normalisht, përveç këtyre zonave: fshati Mamës, njësia administrative Kolç, njësia administrative Suroj, bashkia Kukës, njësia administrative Tropoj e Vjetër, Fiers, Llugaj dhe Margegaj, bashkia Tropoj, dhe fshati Zarisht, njësia administrative Fajza, bashkia Has.